mozzarella. Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam menduar me nda me juve një recet që kërkush nuk ja tregon sekretin. Përgatitja e çebapave, recet që përgatitet në Prizren. Krejt çka ju nevojitin prej përberzve janë 1 kg e 600 gram mish të brinjve, pra të viçit, e bluar 2 herë me qenë mishi. 400 gram mish bluar 2 herë, mish i qafës. 300 gram qep i kom blu në blender. 200 gram filet pulës i kom blu në blender. 200 gram djam, pra tek mishtoria e bluni 2 herë djam, pra i lopës. Mandej në unën tjetër i marrim pra 200 gram me miell. 5 tosta e gjysëm, pra buk tosti. 1 lugë të gjellës me magdalaz. Gjys lugë të çaj biber zi. 1 lugë të mesme sodë bikarbone. 1 lugë të mesme biber të kuq. 1 lugë e gjys gjellës me krip, si dhe ujë mineral. Recetë sekrete që kërkush nuk ja u tregon, mu ma ka tregu dikush, unë e pëndoj me juve. Kështu që nuk munda mja hup një shok i vllaut në Austri, pra që ka punu bashkë në çebaptoren Prizren. E ka ndau këtë recetë me vllaun, edhe shumë motra më kanë pyet ku pi blen çebapat edhe në Austri kur kam qenë, i parojna vetë. Është një recetë fenomenale që ja vlen ta provoni. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Marrim një llovar ose një enë, ku e qesim më pari mishin e brinjeve. Mandej mishin e qafës. Dyja blum 2 herë, ma qint mishi pra. Mandej djamin 200 gram bluar, po ashtu 2 herë. Marrim qept e bluara në blender, që kemi blu. Pra, këtë mish të çebapave, e përgatit një duhet me lanë 12 orë në frigorifer. Pra. Marrim mishin e pulës, filet pulës pra 200 gram, magdalazën, sodën bikarbone, biberin e zi, biberin e kuq, kripen, e shtojna miellin, mandej tash marrim tostin edhe ujin mineral. I shprishim tosta qështu me duar, mandej ujin ja qesim derisa të bëhet mosa jo me bota ashtet hull, duke e kontrollu pra. Ka pak ja qesim pra ujin mineral, pra ujt tharp. Mas pari pak. Bismillah. Fillojna duke gjithë. Një recetë fenomenale. Faleminderit ati shokut vllaut, faleminderit vllaut ashtu, sepse askush nuk i tregon recetat. Dhe shkojnë qëti 10.000 herë ndash me blej. Unë jo që kjo receta parë që e më të nda, po krejt recetat i të nda me juve. E kom qita atë recetat si përgatitim ne, quftet me çebapa, po ashtu krejt, ndaj gjithë shka me juve. Ujë mineral, për ndryshë ujë e tharp, e kontrolloni. Derisa zbutet pra dhe tosti, jo me bo mishin dashtë të holla të qorbë. Ka daldojnë. Në nxesh mirë e mirë. E mbulon e jenë pa me nylon, folje, edhe leni 12 orë në frigorifer.
Të nesërmen e keni për grill hazër. E keni po vetë që shën bo shtrajt që vopat. 7 euro gjys që të Gjermani, ta shte boshnjak shembull, që i kum po vetë, 5 që vopa, gjys samuni, edhe jetë pa një. Të një shqiptarë shumica mërvejtëshe. Këtu 5, edhe gjys samuni, edhe i kum faleminderit bark shprast. Përgaditi vetë se ma mirë s'ko, e dina që ka pohojna, qa kemi qitë brenda, kështu që ka një knoqë. Recetën që kom postu që vapave, ka ne, ona duka gjinit, nuk i qesim qepë. Ka ona për zërinit, për qeqën, për atë arsye, pra, e kom përgadit ashtë recetën e tyre, edhe për shikujnë se si, po na dalin, s'kan ko më dalë veç të mire, kësmet. Shefne tamam, sepse mishi duhet me qanë pra i blum 2 herë, edhe mishi ka rëndësi, mishi i brinjve është edhe në recetën time që kom postu, gjithmonë kemi përgadit shumë e mirë për qyfte edhe qevapa, po ashtu edhe i qofës, por duhet me qanë pra i blum 2 herë. E qesim vetëm edhe pak pra ujtë farbë, një grosh. Ju që keni maqinën, e përzini mishin që të, unë më përzi edhe mikser të të embelsira, por ju që s'keni pjë të regoj që një 10 minuta me thonë me përzi mirë që me duhet. Banë pra edhe një mikser të embelsira më përzi, por shumica nuk e kanë, kështu që që kemi përzi gjithmonë atërë. Një 10 minuta mas po këti pra me përzi mishin. Tostën nuk e kom lavë me ujë, për fora sepse s'ka në ujë. Arsyeja se kur qëndron 12 orë në frigorifer, ata e merr atë longun e mishit edhe të zbutet, kur të lojna 12 orë prap i përzina edhe 1-2-3 minuta, kështu që s'keni nevojë hiç me lavë me ujë. Ashtu kështu që tashti pa e lanë hiç nuk vërejhet tosti shumë, sepse është shkrihet, pra, bëhet sikur se mishi. Mishin pra e kemi përzi, siç për shefni, mishi i but, e mbulojnë atashti me folje najlan, edhe lojna në frigorifer për 12 orë. Mbas 12 orëve i bojna edhe format e qevapave. Pra mbulojna edhe lëvorin, edhe e fusim në frigorifer për 12 orë. E kom hek edhe mishin mbas 12 orëve, tashti viç të fundit ja të regoj, sepse mas me zgjatë vidën, veç e merrni një qese të frizit 10 litra, e lyni viç pak me vaj, duke sjell qështu i bani format që shdoni, trasha, ma të holla, ma të gjata, sipas dëshirës. Kemi rendit rendin e parë të qevapave, siç për shifni në një tabake, unë ja kom dhënë format qështu, ju edhe krejt vogël ashtu, e mbulojnë atash me najlon folje. Këto tjera të renditin për mi, edhe ju që keni grillin sidomos me goca, për ndryshe me prosh me pjek, që aty veç e lyni grillin me dhjam, dviqit ose të lopës, edhe keni me pa çfarë qevapa keni më hongër. Kush nuk e ka, unë më i përgadit edhe tash të hemi pjek falni, në tigonin që ashtu e grillit, veç e përvu se sa të ne shi, s'ki ku edhe e grill për jashtë. Kështu që në tigan i bëj sot, kene me pa qëfar shije, edhe i hanin shpit juve. Ta shoh format e mëdhaja, unë për të thëmë format si pas dëshires, edhe të vogla aty më të hubë më dhamë, s'bën. I renditim kështu, edhe kështu mundën i mërë të grilli, kur shkoni, mundën i milanë edhe në frigorif, aty në frez, të akulli, i keni të nahiret në sahort ju bjen huj me hongër qevapa, pra i keni në frez të akulli. Mos e lani pa i provu se kanë mjo knoq.
Shëv pak, e shef një toka e lagë që të ro. Përgaditni kanë mjo knoq, receta originale që desha ta ndoj me juve. Brenda pak terë, nuk u shikë ngjyra mirë, pak e keqe, kështu që po shifet për jashtë se është ma dritë. Ju përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them, miru pofshim.